do t'ju tregoj një nga rrugët më të bukura panoramike të Shqipërisë sapo ka mbaruar, rruga Shëngjin-Velipoj. Në fakt është Velipoj-Shëngjin, ne jemi duke shku nga Velipoja në drejtim të Shëngjinit. Unë po eci do t'ju ndaloj në një belvedere që është nga më të bukurat, por po vazhdoj t'ju tregoj, shiheni çfarë pamje ka. Rruga është e gjitha në një lartësi që varion nga niveli i detit deri në lartësinë 400 metra afërsisht, që është zona e malit të Rencit. Shiheni çfarë pamje ka. Shef është nga të paktat rrugë që shef nga Gjiri i Lalzit deri në Ulqin, të gjithë lartësinë e Adriatikut. Po punoj me altimetër për të parë, jam 251 metra lartësi këtu dhe shkojmë në tunelin panoramik, 90 metra tunel panoramik, i cili e pas kanë stampos me karrotrecin. Shiheni pamjen, mbas tunelit panoramik vjen një prej pamjeve më të bukura të rrugës, që është belvederja mbi malin e Rencit. Au këtu shit ka toka. Kështu toka shitet, po më duket 4 gur ka atje, nuk e di se si mund shitet, por shiheni se si hyn tani në për një pjesë të ngjashme me një kanion. Jemi duke u ngritur në 270 metra lartësi. Pra belvederja në vetvete ishte rreth 350 metra në mos gaboj. Shiheni rrugën. Mjafton ta shohësh dhe në hartë se në çfarë pamje të mrekullueshme kalon rruga. Shive tani nga harta se si futemi në për një kanion tjetër. Pra e gjithë rruga ecën me pamje deti dhe mund të shohësh, është 40 km/h, kjo është pjesa më e bukur, futet komplet si një kanion dhe mbi majën asaj kodra atje është belvederja. Ja dhe balkoni panoramik, pra që tregon se si mund të gjitesh. Po të ecësh në këtë drejtim, tani shkuam në 310 metra lartësi, nëse ngjitesh në balkonin panoramik, do shkojmë 350 metra, 320 jemi këtu, pra shkojmë njerë në balkonin panoramik dhe pasaj vazhdojmë. Kjo është pjesa e rrugës pra që vjen, ishim duke ardhur nga Velipoja në drejtim të Shëngjinit, tush pjesa që duket më mirë, shiheni gjithë plazhin, mbas Ranës Hedhun, me lagunën e Vilunit, me rrugën sipër, duhet ta shoh pak sa lartësi është eksakte, dhe kjo është belvederja mbi Ranën e Hedhun, ka një pamje spektakolare në të gjithë 180 gradë. Nëse kthehesh te ishe malin e Rencit, megjithëse jemi gati në majën e tij, nëse ecën në këtë drejtim mund të shohësh të gjithë plazhin. Në krye sipër është zona e Ulqinit, pjesa e Kalas Ulqinit dhe Kodra Ulqinit, vjen më pas plazha i madh i Ulqinit, vazhdon me pjesën e Ada Bojanës dhe Grykderdhjen e Bunës, vazhdon me ishullin e Franz Josefit, me pjesën e Rjollit, kthehesh këtu është e gjithë zona e Velipojës, më pas e Vilunit, është mali i Rencit, Rana e Hedhun është eksakt tu, po dalshosh Plumçen nën këmbët e mia, ndërkohë që në këtë drejtim vjen zona në drejtim të Shëngjinit. Shihni se si është Bregdeti, çfarë ngjyrash ka. Më tutje është Shëngjini, laguna e Kunes, Vajines, vijon me luginën, me lagunat e Patokut, me Gjirin e Lalzit dhe përfundon me kepin e Rodonit në anën tjetër. Pra është e gjithë pamja e Bregdetit Adriatikut gati 180 gradë. Është 180 gradë, mjafton ta shohësh këtu, shihni se çfarë pamje ka. Është një nga pamjet më të bukura që mund të shohësh në Shqipëri. Duhet jemi diku, besoj, mali Rencit majën më të lartë është një 400 metra lartësi, por nuk jemi tamam majën më të lartë, duhet jemi rreth 300 metra. Rruga ulet dhe ngrihet, pra kjo është një nga pikat më të larta, është një belvedere që po mbaron, se s'ka mbaruar akoma për të treguar pamjen, po ka ende shumë makina që ndalojnë. Është një nga rrugët që s'duhet ta humni, 15 kilometra. Përpara duhet bëje rrugën nga Shëngjini, Lezhë, duhet shkoje rrugës për Shkodër, të ktheheshe. Sot e shkurton shumë, shpresoj që dhe Mali i Zi ta ndërtoj urën që e lidh me Shqipërinë në zonën e Ada Bojanës në Buna, dhe me këtë rast nga këtu e në Ulqin duhet jetë 30 minuta ose më pak se 30 minuta.
Kështu që, por e kam pak problem malazezët se lidhen 2 troje shqiptare dhe më ju ikën turizmi, por absolutisht ky është një nga vendet më të bukura që keni. Kjo është një belvedere, por rrugës ka dhe belvedere tjera, unë ndalova te kjo se është më e bukura. Ranën e edhun duhet ta shihni me dron sepse është eksaktësisht nën pjesën e belvederes ku jam unë. Pra është poshtë. Njerëzit duken si miza nga lartësia e këtushme. Ndërkohë që thash belvederja është këtej, duhet vi të kaloj në belvedere, të futem prap në pjesën e saj sepse kam shkelur rregullat, por duhet për ta treguar. Shiheni. Pra është ky balkon i gjatë i cili është duke ushtruar me pllaka, akoma s'kan mbaruar, që ju jep një pamje të rrallë. Është nga pamjet më të bukura që ka Shqipëria. Një prej pamjeve më spektakolare që ka Shqipëria. Unë do mundohem t'ju tregoj pak edhe pamjen vim deri aty ku ndajemi për të hyrë në Ulqin. Kështu që po vazhdojmë me tjetrën. Pra nga ku nisëm vazhdojmë më tutje. Mirupafshim. Edhe vazhduam, këtu janë disa shtëpi të vjetra në fakt, shumë vjetra. Dikur i kam hyrë brenda tyre, mbajnë edhe derrat brenda, sepse shtëpitë e vjetra fare nuk i përdorin më, i kanë zbritur në shtëpi të reja të rregulluara në këtë zonën këtej, këtu që nga dhe një lokal, është një zonë e mrekullueshme. Është e gjithë Mali Rencit pyll dhe shiheni se si është ana përballë. Rruga është 15 kilometra, po shmang 80 kilometra rrugë, sepse përpara duhet të dilje në gjithë zonën e Shkodrës, të futeshe për Velipoj, që të vije që shkojnë Velipoj ose kundërta, ndërkohë që shihni çfarë pamje. Tani shfaqet e gjithë zona e Lezhës, me kalan e Lezhës sipër, me Shëngjinin edhe gjithë lagunat deri në anën tjetër, ndërkohë që në të majtë është pyll, në të majtën time domethënë, është pyll. Rruga ka goxha lëvizje, këtu që nga me 60 km/h jemi duke i afruar zonës më të afërt Shëngjinit, edhe këtu ka një belvedere tjetër, që është duke u stabilizuar për të parë me siguri. Janë 2-3 vende, ndërkohë thash, po aq i bukur sa është pamja e detit dhe është pamja e malit në këtë drejtim, vetëm se më bëri përshtypje që ka shumë gjarpri të shtypur në rrugë, me siguri duhet të jetë zonë me gjarpri. Këto janë disa shtëpi të ndërtuara gati mbi Malin e Rencit. Edhe këtu ka qenë një fshat i vogël, për të shkuar tek i cili duhet të ecësh në këtë rrugën këtej. Pra duhet të ngjitesh kësaj rrugës këtej, por tani nuk kam kohë që të hy për ta parë, shkohet në atë drejtim. Ndërkohë rruga vazhdon përpara ku është edhe një balkon tjetër. Jemi, shife, mali këtej dhe deti këtej. Ja edhe shohim dhe balkonin tjetër që thash. Ky është balkoni tjetër, unë nuk po zbres fare nga makina, por po e fus makinën vetëm për ta parë. Ky është balkoni i dytë pra pas atij që ju tregova. Shifeni dhe balkonin, që duhet ketë edhe ky një pamje shumë të bukur mbi det. Po bëj vetëm një rreth, se nuk është shtruar akoma. Shifeni çfarë pamje ka. Shifeni pak gurët, është i jashtëzakonshëm. Shifeni, është pamje mahnice, është thjesht mahnice, dhe jemi afërsisht mbi Prince Adriatic Resort në këtë zonë, spektakolare. Shi sa bukur. Tani do vazhdojmë, po gurët janë të jashtëzakonshëm, pjesa e gurëve. Tani do ecim në drejtimin tjetër, po vazhdoj sërish. Shifeni pamjen. Aty është duke u punuar rizorti i ri i Dukagjinit, ndërsa në këtë drejtim pres makinat. Kam frikë se rruga ka nevojë për më shumë kujdes, sepse ecin shpejt edhe lulet për s'kan mirë. Shifeni çfarë pamje të bukur ka dhe përballë. Dhe jemi thuajse në dalje për duke arritur në zonën e Shëngjinit. Është një gjë që ja vlen, një rrugë që ja vlen ta bëni.
Ngjitesh në mal nga lartësia e detit edhe pastaj rikthesh në lartësinë e detit në Shëngjin. Është rrugë me 2 kalime. Duhet ecim ngadalë sepse në kamera me siguri dëgjohen zhurma. Shiheni se si janë shkëmbin në anën tjetër. Shif çfarë pamje që ka. Është spektakolare. Tani edhe pamja tjetër, këtu janë duke u bërë punimet për disa ndërtime. Thash, shumë e bukur është dhe pamja këtej me fshatin, edhe disa lokale të vogla, shumë bukura, dhe gjithë pjesa tjetër është pyll. Pyll në të dyja anët, pra rruga ka ecur mes pyllit, është mbi lartësinë e Ranës Hedhun, dhe këtu thuaj se jemi në hyrje të Shëngjinit. Të keni parasysh një gjë, në qoftë se doni të bëni një rrugtim të bukur, nëse vini në Shëngjin për të ngrënë diçka, hidhuni deri në Velipoj. Nëse jeni deri në Velipoj, hidhuni deri në Shëngjin. 15 shiven edhe shtëpitë e vjetra, si janë të dyja të restauruara. 15 minuta, 15 kilometra, afro 15 minuta, se me 60 kilometra në orë është, mund të bëni nga njëra anë në anën tjetër një prej rrugëve më të bukura turistike dhe me pamje panoramike të Shqipërisë. Shiheni tani zbritjen, nga unë miropafshim, bëheni këtë rrugë se është e mrekullueshme.